Gjatë zgjedhjes së Papës së Ri në maj 2025, një pamje e veçantë tërhoqi vëmendjen e shumë njerëzve. Pulëbardha ulur mbi oxhakun e Kapelës Sistine, pak para daljes së tymit të bardhë që sinjalizoi zgjedhjen e Papës së Ri. Kjo skenë u interpretua nga shumë besimtarë dhe media si një simbolikë e fuqishme e paqes dhe shpresës. Në traditën katolike, tymi i bardhë që del nga oxhaku i Kapelës Sistine njofton se kardinalët kanë zgjedhur një papë të ri. Në këtë rast, tymi i bardhë u pa në 8 maj 2025, duke treguar se një papë i ri ishte zgjedhur në ditën e dytë të konklavës. Prania e pulbardhës në këtë moment u pa si një shenjë e veçantë. Pulbardhat shpesh lidhen me lirinë dhe frymën e shenjtë, kështu që prania e saj në këtë moment historik u interpretua nga disa si një bekim hynor ose si një augur i mirë për papën. Kjo ngjarje u përjetua me emocion nga miliona besimtarë në mbar botën, të cilët prisnin me padyrim lajmin për zgjedhjen e Papës së Ri. Prania e pulbardhës në këtë moment historik shtoi një dimension simbolik dhe shpirtëror në këtë ngjarje të rëndësishme për Kishën Katolike.